Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, ka zbuluar më tepër për trajnerin Rolando Maran. Numri 1 i FSH konfirmoi detaje financiare për trajnerin e ri të Shqipërisë. Duka tregon për ndryshe në tar që Maran ka pak të njëjtë si Silvinho, madje dhe me ndonjë përqindje më shumë. Kështu duket se kombëtarja tashmë ka trajnerin më të paguar në histori, ndryshe nga sa është thënë më parë. Kujtojmë se Silvinho ishte më i paguari pas rinovimit me objektiv botërorin 2026. Gjithsesi, bëhet fjalë për më pak se 1 milion euro sa i përket trajnerit, pa përfshirë stafin. Kam dëgjuar këto ditë lloj-lloj abuzimesh. Federata mori këtë, jo uri nivelin, jo rriti buxhetin. Nuk kam preferuar ndonjëherë të flas për marrëdhëniet financiare me trajnerët apo me stafet. Paga e Maran është e njëjtë me Silvinhon, mbase ndonjë përqindje më shumë, u shpreh fillimisht presidenti Duka. Kujtojmë se deri tani ishte thënë që Maran përfitonte deri në 30.000 euro në muaj, një shifër që konsiderohet e ulët. Sa është paga? Ka abuzime. Silvinho merrte një pagë 1 milion, 2 milion. Ky merr kaq. Janë në të njëjtat nivele. Pa Silvinho nuk ka marrë asnjëherë 1 milion. Poshtë 1 milion euro? Po patjetër. Kombëtarja shqiptare po hyn në një fazë të re të historisë së saj me një ndryshim të rëndësishëm në drejtimin teknik, pas një periudhe që solli një nga sukseset më të mëdha të viteve të fundit, kualifikimin historik në Euro 2024 dhe play-offin e Kupës së Botës, braziliani Silvinho i ka lënë vendin italianit Rolando Maran. Ky ndryshim nuk përfaqëson thjesht një rotacion astoj, por një kalim mes dy filozofive të ndryshme futbolli, dhe një stil modern ofensiv dhe i bazuar në mbajtjen e topit në ndërtimin e Silvinhos. Shqipëria pritet të bëhet një skuadër më pragmatiste, tipike e futbollit italian me një trajner si Maran, që të gjithë karrierën e tij e ka bazuar në Itali. Silvinho mbërriti në drejtimin e kombëtarëve shqiptare në vitin 2023 fillimisht me shumë pikpyetje, por shumë shpejt u shndrua në një nga projektet më të suksesshme të dekadave të fundit për kuqezinjt. Si ish lojtar me një karrierë elitare te klube si Arsenal, Barcelona dhe Manchester City, ku fitoi dhe Champions League, ai solli në pankinë një filozofi të ndikuar qartë në emra si Pep Guardiola dhe Roberto Mancini, gjë të cilën e ka pranuar shpeshherë dhe vetë në intervista të ndryshme. Gjatë drejtimit të tij Shqipëria u transformua në një skuadër më moderne dhe më e organizuar në lojën me top. Posedimi u bë më i strukturuar, presingu më agresiv, ndërtimi i aksioneve nisi nga mbrojtja dhe u rrit ndjeshëm besimi të lojtarët. Ky evolucion u kurorëzua me kualifikimin historik në Euro 2024, duke e kthyer Shqipërinë në një skuadër që nuk konsiderohej më vetëm e vështirë për të mundur, por një ekip që mund të konkuronte realisht në nivel evropian. Në total, Silvinho ka regjistruar 89 ndeshje në karrierën e tij si trajner, me 35 fitore, 25 barazime dhe 29 humbje, duke arritur një mesatare prej 1.46 pikësh për ndeshje. Në drejtimin e Shqipërisë kjo shifër është më e lartë, rreth 1.53 pikë për ndeshje, që tregon qartë rritjen e performancës së skuadrës gjatë periudhës së tij. Megjithatë, mungesa e kualifikimit në botror dhe disa luhatje në ndeshjet vendimtare e shënuan dhe fundin e këtij cikli me palët që morën drejtime të ndryshme. Në anën tjetër, Rolando Maran vjen si një figurë krejtësisht e ndryshme në filozofi dhe qasje, i arritur në shkollën italiane të futbollit dhe me një karrierë të gjatë në Serie A dhe në Serie B, ku ka trajtuar klube si Chievo, Cagliari, Genoa, Brescia dhe Catania, ai njihet si trajner i disiplinës dhe organizimit taktik më shumë se sa i spektaklit. Maran nuk identifikohet me futbollin e hapur të ofensiv në kuptimin modern, por në Itali e cilësojnë si mjeshtër të taktikës dhe natyrisht si trajner italian, mbrojtja do të ketë prioritet. Formacioni i tij preferuar 4-3-1-2 është një skemë klasike italiane që kërkon siguri në mbrojtje dhe sakrificë në mesfush, teksa sulmi shpeshherë lë për të dëshiruar dhe kjo shihet në statistikat që skuadrat e tij kanë pasur në përgjithësi. Në karrierën e tij Maran ka drejtuar mbi 742 ndeshje me 245 fitore, 215 barazime dhe 282 humbje, duke regjistruar një mesatare prej 1.28 pikësh për ndeshje. Këto shifra reflektojnë një trajner me eksperiencë, por me rezultate jo në favorin e tij, u bie në sy fakti se gjatë karrierës ka përjetuar më shumë humbje se sa fitore. Ndryshe nga trajnerët e tjerë italianë që fokusohen te mbrojtja dhe nuk pësojnë, skuadrat e Maranit në 742 ndeshje kanë shënuar 865 gola dhe kanë pësuar më shumë se sa kanë shënuar. Në total 945 gola janë shënuar kundër skuadrave të trajtuara nga Maran me një mesatare prej më shumë se një goli për ndeshje.
Në Shqipëri, pritshmëritë ndaj tij janë të qarta dhe pritet stabilizim dhe konsolidim i shpejtë dhe ndoshta Liga e Kombeve do ta ndihmojë për të pasur mundësi që të synojë më pas kualifikimin për në Europian. Rolando Maran u zyrtarizua dje si trajneri i ri i Shqipërisë, duke pasuar Silvinion. Tekniku italian është parë si zgjedhje surprizë, jo vetëm për vendin ton, por edhe për Italinë. Për këtë, La Gazzetta dello Sport publikoi sot një intervistë të veçantë për të njohur më tepër trajnerin e ri të kombëtarës. Pse erdhi ky ndryshim në moshën 62 vjeç? Sepse kur Shqipëria më telefonoi, u emocionova. Ndjeva menjëherë se është një kombë me krenari të jashtëzakonshme dhe një ndjenjë përkatësie. Dhe tani, ku do të jetoni? Në Tiranë apo në Itali? Në Tiranë. Për mua, përvoja duhet të jetohet në këtë mënyrë. Të dielën do të zhvendosem dhe do të filloj punën time të vërtetë. Dhe qyteti është i bukur, me mikpritje të jashtëzakonshme. Gruaja ime, e cila është dizajnere, do të vijë e do të shkojë. Jemi mësuar. Gianni De Biasi, i cili e udhëhoqi Shqipërinë në Europian, fjeti me një karrige pas derës natën e tij të parë në Tiranë, nga frika e surprizave të pakëndshme. Paragjykime nga një epokë tjetër. A keni folur me njëri tjetrin? Sigurisht, Gianni është një mik, ai ishte personi i parë që mora në telefon. E mbaj mend shumë mirë ato aventurë të tij. Bëja tifo për to. Ai më tha se nuk kishte dyshime, se po bëja zgjedhjen e duhur, dhe se Shqipëria kishte bërë zgjedhjen e duhur duke më zgjedhur mua. Kjo më bëri të lumtur. Çuditërisht, fola edhe me iglitaren 20 ditë më parë në Milanello. Nuk mund ta kisha imagjinuar se do të stërvisja ekipin e tij kombëtar. Le të zgjedhim një emocion nga këto ditë të para. Fanela e Shqipërisë, me emrin tim dhe numrin 28, si europiani ku duam të luajmë. Më vani ndjenjë përgjegjësie dhe gëzimi. Le të shohim udhëtimin. Si arrin nga Trento në Tiranë pas 27 vitesh punë? Unë vi nga një familje artizanësh, njerëz që kanë punuar gjithmonë. Babai dhe vëllezërit ishin në ndërtim, bojaxhin dhe panelin. Edhe unë jam njësoj. Nuk kërkoj vëmendjen dhe më pëlqen të punoj. Përvoja e parë si trajner ishte në vitet 1997-98. Ndihmës trajner i Silvio Baldini, te Kievo. Tani njëri drejton Italinë, tjetri Shqipërinë, dhe duket e pabesueshme. Ta pranojmë, sa i çmendur është Baldini në një shkallë nga 1 deri në 10? Jo aq i çmendur, më besoni. Ai ka një karakter shumë të fortë, por gjithmonë e di çfarë bën. Do të jem gjithmonë mirënjohës. Më premtoi se do të më çonte në Serin B, dhe një orë pasi isha në stol, më telefonoi. Pas 10 sekondash, ndalova së luajturi dhe thash po. Momenti më i vështirë dhe më i bukur në këto vite si trajner. Më e vështira ishte në Genoa, kur kishim 22 lojtarë që rezultuan pozitiv me Covid, pa siguri totale. Më e mira ishte debutimi ynë në Serie A, Roma Catania 2-2, në gusht 2012. Ne po fitonim duke luajtur mirë. Ata e barazuan rezultatin 2-2 në minutën e 91, dhe në kohën shtesë ne goditëm traversën me Castro. Provuam se shkuam atje për të fituar, jo për të marrë një pikë. Një gjë që keni mësuar në 10 vitet e fundit. Jam bërë më tolerant. Më parë, kisha më pak durim. Nëse gjërat nuk shkonin sipas dëshirës sime, zemërohesha shumë. Kam mësuar të pranoj një mënyrë tjetër të përjetimit të futbollit. Një shembull, Pitu Barrientos te Catania. Ai jepte përshtypjen e Dembelit, por tani e kuptoi se më va gjithçka. Ose më saktë, gjithçka që kishte. Lojtari më i madh që keni stërvitur ndonjëherë është Papu Gomez? Është e vështirë të përgjigjem. Papu, Barella, Sërna, Nainggolan, Almiron, Pandev në fund të karrierës së tij. Pra, si është të stërvitësh Nainggolan? Një spektakël. Jashtë fushës, le të themi se është i shfrenuar, por ta kishe në fushë ishte një kënaqësi. Ai të bënte krenar. Tani, çfarë arritjeje do të bënte krenar për këtë përvojë me Shqipërinë? Qëllimi është të kthehemi në Ligën B, në Ligën e Kombeve, dhe të kualifikohemi për Europianin. Ëndërroj të arrijë rezultate të shkëlqyera dhe të shkruaj një faqe në histori. Falenderoj presidentin e Federatës Duka për zgjedhjen. Stadiumi i Tiranës më la pa fjalë, mezi pres të stërvis atje. Dua të shkoj dhe të shikoj sa më shumë seanca stërvitore të jetë mundur dhe të studioj shqip për të folur me lojtarët. Do të doja të stërvitja në mënyrën që bëj gjithmonë, proaktiv, vertikal,
dhe luftarak. Arritja e rezultateve përmes djersës dhe përpjekjes është në ADN-n e këtij kombi. Le të bëjmë një test me 2 pyetje për të kuptuar se çfarë lloj trajneri do të jetë Maran. Pyetja e parë: ekipi juaj i preferuar kombëtar i të gjitha kohërave? Italia në vitin 1982. Isha 19 vjeç dhe doja të bëhesha futbollist. Mosha e duhur për ta vlerësuar. Pastaj Holanda e Cruyffit. Ata luanin një stil kaq të sofistikuar futbolli, saqë ne fëmijëve na dukej si një ëndër. E dyta, lojtarët tuaj të preferuar sot? Ata teknik. Le të themi Pedri, Olise dhe Mbappé.